pajtohem plotësisht me të gjitha ato pikpamje teologjike që trajtojnë muajin e shenjtë Ramazanit dhe unë Ramazanin e konsideroj si një ndër terapit jo vetëm më të suksesshme, po më frytëdhënëse në ruajtjen dhe forcimin e konzistencës apo qëndrueshmërisë mendore, pastaj zhvillimit një mirëqenie stabile në kuptimin organik, metabolik. Pra në tërësi Ramazani ka vetëm efekte pozitive. Dhe të them të drejtën, është vetëm një terapi në fakt që ka vetëm efekte pozitive dhe asnjë lloj efekti anësor. Pra imagjinoni, ruan qëndrueshmërinë mendore dhe ndër tjerash personi që agjeron farkëton, kultivon, skulpturon ndjenjat e tija, emocionet e tija dhe përforcon inteligjencën emocionale duke qenë shumë më shumë produktiv gjatë jetës së përditshme. Jemi në fakt që e gëzojmë, agjerojmë, e ndjekim se është një muaj që përveç se ndihmon njerëzit në nevojë, forcon edhe ndjenjen humane për t'i ndihmuar tjetrit, pra forcon solidaritetin dhe paqen me njëri tjetrin. Po, ndërkaq që Hoxh, do t'ju pyes juve lidhur me këtë, ka pasur raste ndoshta që e përmendën